A është e mundur të arratisësh nga xhehenemi një herë që dënohesh? Ditën e gjykimit, nëse Allahu i lartësuar cakton për dikë që do të hyjë në zjarr, ai ka me hyrë në zjarr. Nëse cakton për dikë që ai ka për të hyrë në xhennet, ka për të hyrë në xhennet. Atë ditë nuk mund të arratisësh, nuk mund të ikësh. Yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar, kalla la wazar. Atë ditë njeriu do të thotë ku të iki, askund s'ka stre. Kështu thot Zoti i Gjallësisë në Kur'an. Nuk ka mundësi njeri që të ikë dënimit Allahut lartësuar atë ditë. Nëse e cakton për dikë që do të dënohet, ai ka më u dënu. E nëse cakton Zoti i Gjallësisë që dikush të hyjë në xhennet, ai ka për të hyrë në xhennet. Kullama aradu an yakhruju minha. Allahu i lartësuar thot në Kur'an, sa herë që ata duan të dalin prej saj, më pas çfarë thot? Pra prej zjarrit, uidu fiha, ata kthehen në të. Zoti na ruaj prej zjarrit xhehenemit. Amin. Allahu na mundsoft që me adhuru ata, me ju bind Allahut lartësuar, me i zbatu urdhrat e Zotit Gjallësisë në mënyrë që të fitojmë xhenetin.